E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të zbuluar datën 11 nëntor. Tani do të kthehemi pak ditë më parë, Sara Gjordeni, një personazh shumë i njohur, e dashur për publikun, një vajzë e guximshme, një vajzë e cila luftoi për ëndrrën e saj, i vrapoi ëndrrës nga mbrapa dhe sot është mami Neas, është gruaja e Bardhit dhe gëzon një familje jashtëzakonisht të lumtur. Do të flasim pikërisht për datën 11 nëntor. Ju e dini shumë bukur që Sara, ditë më parë në Instagramin e saj zyrtar, në dritaren apo story, siç quhet në gjuhën virtuale, postoi një fotografi të zezë me mbishkrimin datën 11 nëntor. Dhe 11 nëntori është pikërisht data ku Sara Gjordeni do t'jetë në Goca edhe Gra natën e sonte në orën 21, ku ekskluzivisht do të flet për marrëdhënien e saj me Bardhin, një marrëdhënie që në fakt ngriti thashë theme, krijoi hamendësime, krijoi një frikë edhe një panik tek fansat. Ju e dini shumë bukur që Sara muaj më parë doli në një mbishkrim në storyn e saj duke thënë që do të largohem për një kohë nga Instagrami dhe publiku e kuptoi sikur Sara po thotë që do të largohem nga Bardhi, marrëdhënia jonë është e prishur etj, por nuk ekzistonte një fenomen i tillë. Sara thjesht foli për marrëdhënien, foli për jetën, foli për dashurinë të cilën e ka ndërtuar me Bardhin dhe në qoftë se ajo preferoi që të largohet nga rrjeti social, preferoi që të jetë sa më afër Neas së tyre dhe sa më afër Bardhit. Jo se ka një krisje në marrëdhënien e tyre, që unë e pata thënë në këtë formë e pata shpjeguar, ku më pas Sara vetëm e vërtetoi atë se çfarë thash unë. Por përpos datës 11 nëntor, data 11 nëntor është shumë e vlefshme për këtë çift, pasi që sot ato janë në një ditë feste të tyre. Fotografin që ju po shikoni pas meje është një fotografi që tregon për marrëdhënien e këtij çifti, që thot: një vit i plot që mbaj mbi emrin e djalit më të mirë në botë. Domethënë Sara sot një vjet ka bërë kuror me Bardhin. Faleminderit që më pe, që ndale dhe vështrove tek unë atë çka realisht isha, edhe unë jam, thot Sara. Faleminderit që më mbron, më drejton, më qetëson, më mëson, më mban gjallë me ambicie edhe me forcë. Copëza ime e fundit e puzzle-it të lumturisë. Lutem të zgjas për gjithmonë ëndra që po jetojmë e vetme ne të dy dhe e njohim. Larg botës, larg fjalëve, të dashuroj çdo ditë e më shumë. 11 i 11. Domethënë sot një vit Sara ka vënë kuror me Bardhin. Ju e dini shumë bukur Sara ishte shtatzëne në Gocën, edhe vendosën që të vejnë kuror atë ditë ku Sara edhe vuri shamin në kokë për të respektuar edhe traditën fetare të Bardhi i Drizit. Sara dhe Bardhi sonte kanë përvjetorin e tyre, një përvjetor që do ta festojnë në mënyrë shumë të bukur, besoj. Do të flet Sara për dashurinë, do të flet për Bardhin, do të flet për emocionet, por njëkohësisht edhe do të zbulon në qoftë se do të jetë opinioniste në castin më të përfolur të Big Brother VIP Albania 5. Ju e dini shumë bukur në Top Albania Radio, Sara Gjordeni u përmend si emër nga gazetaret dhe më pas, Sara të njëjtën video e postoi në storyn e saj duke e lënë të hapur hamendësimin që ka shanse të plota që Sara të jetë moderatore apo opinioniste në Big Brother VIP Albania.